Shoqata humanitare Bereqeti u ka dhuruar 40 familjeve në Prishtinë dru për ngrohje në këtë stin të ftoftë dhe nga një pako ushqimore. Ky aksion kishte për qëllim që të dalë në ndihmë familjeve me jetim, nënave vetushqyese dhe rasteve më të ndjeshme që janë paraqitur tek Bereqeti. Xheladin Fazliu thot se 150 metra kub dru për ngrohje po shpërndahen në shtëpitë e këtyre familjeve. Dhe sot jemi pikërisht në këtë pikë këtu në komunën e Prishtinës, ku do të shpërndajmë mbi 150 metra kub dru për familjet nevojtare, të cilat janë përzgjedhur dikun afër 40 familje të cilat do të përfitojnë dru nga ky aksion. Po krahas kësaj ndihme që po jepet këto dru për ngrohje për këto familjet nevojtare, ky donator ka dashur që t'ju ndihmoj këtyre familjeve edhe me pak ushqimore, të cilat kur t'i dërgohen drut në shtëpinë e familjes përfituese, do të ketë edhe një pak ushqimore me gjërat elementare të cilat i duhen një familje. Ky aksion humanitar u mundësua nga Elba Technology, e cila përmes pranarit dhe punëtorëve kanë dashur që t'u ndihmojnë këtyre familjeve të ndjeshme. Po nësi Elba Technology edhe këtë vetë radhaze, si kur vitet e kalume kemi organizu ose kemi nda fonde, 10.000 euro fonde për këtë aktivitet. Falenderojmë Fatmirin, pronarin e Elba Technology, që pa hezitim si dhe punëtorët së bashku kena ba të vazhdojmë traditën tash si kompani. Falenderojmë edhe shoqatën Bereqeti se pa të është e pamundën të bëhet kjo organizim. Nezmi Hoxha thot se përfitues të këtij aksioni humanitar janë familjet më në nevojë, përfshirë jetimet, nënat vetushqyese dhe rastet e ndryshme sociale. Sot do të përfitojnë familjet, normalisht familjet me jetima, familjet me nënat vetushqyese, po edhe ato rastet sociale që janë pak matrona që i kemi në listën tonë të shoqatës Bereqeti në komunën e Prishtinës. Janë përfitues me 3 metra kub dru, ma shumë se 40 familje, falë donatorëve të ndryshëm, po në këtë rast e kemi donatorin Elba Technology, e cila ka dhurue edhe pak ushqimore, po edhe dru për ngrohje për këto familje. Shoqata Bereqeti së bashku me donatorët e saj në vazhdimsi u qëndron pranë familjeve të cënueshme, ku përmes aksioneve të ndryshme humanitare kërkojnë të jenë pranë tyre.